Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakojemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush një fotografi. Tani nuk e di a është një lloj provokimi në fakt apo është një lloj vërtetësie që Rozana dhe Laerti kanë një njohje shumë të madhe mes njëri tjetrit dhe kanë patur një shoqëri shumë të mirë dhe këtë shoqëri nuk po e tregojnë në Big Brother për të treguar për të fituar lojën dhe për të mos u quajtur një banor i vetëm apo për të mos u quajtur një banor që ka ardhur me strategji, kjo le për të kuptuar. Ju në fakt po shikoni në këtë anën këtej një fotografi. Ad Nikola Gjufka, prifti i cili edhe vizitoi shtëpinë e Big Brotherit në lojën e mos reagimeve në sfidën e vllaut madh, ka publikuar në TikTokun e tij një fotografi me Laert Vasilin, nënën e tij dhe Rozana Radin. Domethënë, kjo tregon që Rozana Radi ka një afrimitet shumë të madh dhe ka një njohje shumë të mirë me Laert Vasilin. Dhe jo më kot, domethënë, e luajnë këtë lojën. Ad Nikola Gjufka ka thënë që unë e bekova Laertin dhe i kam bekuar gjithmonë për të patur sukses në jetë dhe për të patur respekt edhe për të patur mirësi. Por kjo fotografia ngjall një sër diskutimi dhe ngjall një sër debati. Tani nuk e di ati nëse e ka përdorur për interesin e tij që të ftohet në për panele televizive dhe të flet për Laertin dhe Rozanën se si njeh ai, apo e ka nxjerr thjesht për një lloj mbështetje dhe nuk është i informuar me atë se çfarë Rozana ka thënë apo se si Rozana e ka prezantuar Laertin në shtëpi dhe njohjen me tij. Kjo lend shumë për të kuptuar. Tani Rozana tha unë me Laertin kam pirë vetëm një kafe tek hyrja e banesës, por të udhtosh deri në Elbasan ku Ad Nikola Gjufka e ka kishën e tij, do me thënë është pak e çuditshme që të mos ndalosh të pish një kafe apo të hash edhe një drek. Këtu nuk kupton që Rozana njeh dhe nënën e Laertit. Tani unë dua të marr mendimin tuaj. Si e shikoni ju këtë situatën? Si e shikoni qëndrimin e Rozanës? Si e shikoni qëndrimin e Laertit? Si e shikoni këtë gënjeshtër të madhe që në fakt ato po mundohen të përdorin dhe mos vërtetësinë e historisë dhe a duhet kjo fotografi të futet brenda në shtëpinë e Big Brotherit dhe të sqarohen se si njihet Laerti dhe Rozana dhe pse ati e nxori këtë fotografinë? Sepse kjo fotografia ka shumë bagazh mbrapa, domethënë ka shumë pikpyetje që në fakt publiku dhe banorët brenda asaj shtëpie i kanë patur gjithmonë. Dua të marr mendimin tuaj në këtë situatë.